me një përfaqësues të një prej partive politike në spektrin politik shqiptar, është partia Aleanca Demokristiane dhe kreu i saj, zoti Zef Bushati, i cili ka mbritur sot. Zoti Bushati, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Parti politike, flitet më së shumti për politik, përveç partive të mëdha, sigurisht edhe partitë e vogla kanë vëmendjen e tyre dhe angazhimin e tyre për zgjedhjet e 23 qershorit. Është një ditë e rëndësishme për të gjithë përfaqësuesit e partive politike. Aleanca Demokristiane, si po i pret këtë zgjedhje? Ka filluar angazhimin? Po, natyrisht që kemi kohë që ne po përgatitemi për të marrë pjesë në këtë zgjedhje. Kemi bërë një punë mjaft të mirë organizative. Jemi të organizuar në të 12 qarqet e vendit dhe do dalim me listat tona për kandidat në të gjitha qarqet e vendit tonë. Kemi edhe ne synime dhe pretendime, normalisht nuk e ndjen veten më të vegjël se partitë e vogla, që janë si më të mëdha të voglave. Megjithatë, nuk është se kemi pasur mundësinë dhe hapësirat e domosdoshme dhe normale, mendoj unë, që të jemi prezent në media. Në këtë rast, unë falenderoj televizionin tuaj, që jo na ka mbështetur, po na ka pasqyruar her pas here aktivitetet tona. Aktivitetet tona janë si gjitha aktivitetet e partive politike, qofshin ato të PD-s apo të PS-s, apo qofshin edhe këto 3-4 parti të tjera që janë si më të mëdha të atyre partive të vogla. Sa e madhe është sot Aleanca Demokristiane? Sa është elektorati i saj? Po, ne kemi hyrë 1 muaj, 2 muaj, jemi prezentuar përpara elektoratit shqiptar në zgjedhjet lokale. Dhe brenda një periudhe prej 2 muajsh, ne kemi arritur që të fitojmë 34 këshilltar, edhe njëkohësisht rreth 19.000 vota. Normalisht që mendoj edhe për një eksperiencë që kam në krye të një partie politike, që zgjedhjet lokale nuk është se janë ndonjë tregues mjaft i rëndësishëm për një parti politike. Ato të cilat vërtet e tregojnë se cila është forca reale e një partie janë zgjedhjet e përgjithshme. Kështu që kur dëgjoj ndonjë subjekt politik që referohet atyre zgjedhjeve lokale, normalisht unë mendoj se edhe ata përpiqen që t'i japin rëndësi vetes apo t'i bëjnë qefin partisë dhe elektoratit tyre, por treguesi kryesor është zgjedhjet parlamentare. Kështu që ne nuk është se kemi marrë një rezultat në zgjedhjet lokale dhe me këtë rezultat tash ne ndjem veten ngrohtë. Ne do të provohemi në zgjedhjet parlamentare dhe po punojmë seriozisht për të provuar vërtet në këto zgjedhje parlamentare. Sigurisht që ju do të provoni veten në këto zgjedhje parlamentare, po këto zgjedhje të gjithë e dinë që do të jenë zgjedhje shumë të vështira, do të jetë një garegër politike midis forcave të mëdha politike, po themi që aktualisht njëra është mazhorancë, tjetra është në opozit, midis atyre forcave politike të cilat është analizuar apo është komentuar që do të formojnë polin e tretë politikës, po dhe partive të tjera të vogla. Sa e vështirë është për partinë tuaj të futet në këtë betejë elektorale, me këtë lloj polariteti që ka, qysh tani? Ju keni plotësisht të drejtë se vërtet kështu rezulton, kjo do jetë një garë e egër në thonjza, po flasë do me thënë gjithmonë në këto raportet politike midis partive, edhe veçanërisht midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, por edhe midis atyre partive të tjera që po themi të vogla, si është edhe partia Aleanca Demokristiane, që synojnë të pasqyrohen edhe ato në spektrin ku mendojnë se kanë një mbështetje në një elektorat jo të vogël, por të gjerë, relativisht të gjerë përpara elektoratit shqiptar. Mendoj se kjo garë ka kohë që ka nisur, nuk është respektuar as kodi zgjedhor, dhe është një kompromis i 2 partive të mëdha. Nuk e përjashtoj këtu edhe LSI-n, e cila nuk është se ka një rol të vogël, se është edhe ajo parti jo vetëm parlamentare, por edhe qeveritare. Dhe duke mos u respektuar asnjë rregull e kësaj fushateje, fushata tashmë ka nisur. Ka nisur, jo sot, ka kohë që ka nisur, edhe pse jo ligjërisht, dhe të gjitha këto partit përpiqen që të hyjnë në hapësirat të që jep mundësi edhe koha për të prezantuar programet e tyre. Mendoj se ka filluar e tensionuar në një farë mënyre kjo fushat zgjedhore, se çdo fushat ka një objektiv, dhe objektivi i çdo subjekti politik dhe çdo fushate është që cili nga subjekte do të marrë majorancën dhe do të qeverisë vendin në 4 vitet e ardhshme. Mendoj se edhe pse fakti do të thënë që të gjithë përpiqen që të shkojnë drejt majorancës, madje edhe partia Aleanca Demokristiane pikërisht këtë gjë synon, mendoj se në një farë mënyrë pak etik duhet të ketë.
duhet ketë edhe për faktin se vendi ynë nuk është në një komoditet tashmë. Ne jemi, si të gjithë të tjerët, brenda një krize, që kjo është një krizë që ka përfshirë rajonin, po është një krizë, domethënë që ka përmasa pak më globale. Duke qenë kështu, ne duhet jemi pak më të përgjegjshëm edhe më të ndërgjegjshëm edhe përballë realitetit të popullit tonë. Është vërtet një situatë ku ka njerëz që janë në gjendje jo të lehtë, janë në gjendje të vështirë ekonomike. Jemi përballë një rinie e cila nuk di domethënë se ku i ka perspektivat e saj. Kemi familje të cilat po përjetojnë çaste dhe momente vërtet të një krize familjare. Po kështu kemi edhe moshën e tretë, e cila dhe ajo ka problemet e saj. Domethënë, ne jemi të përfshirë në një farë mënyrë brenda kësaj krize dhe njerëzit kërkojnë zgjidhje dhe kur shohin se sa shumë përplasen me platforma, partitë veçanërisht ato të mëdha, për të marrë atë karrige, që në fundit është një karrige që quhet qeverisëse e vendit. Karrige detyrash. Karrige detyrash dhe privilegjesh. Edhe përgjegjësisht mbi të gjitha pastaj. Dhe privilegjesh, edhe më tepër ashtu do të konsiderohet, siç thoni ju, vërtet domethënë, por në një farë mënyrë e ka dhe privilegjin brenda dhe synojnë të shkojnë edhe drejt këtij privilegji. Mendoj se tashmë në këtë hapësirë edhe Partia Aleancë Demokristane po përpiqet që të ketë vendin e saj. Ne po punojmë me seriozitet dhe mendoj se do të paraqitemi me dinjitet përpara elektoratit shqiptar. Lufta në thonjza, betejë juaj për këtë zgjedhje, për 23 qershorin, do të jetë më shumë me partitë e mëdha, apo me gjithë partitë e tjera, apo me ato parti që kanë elektorat demokristian. Po të kemi parasysh që Aleanca Demokristiane nuk është e vetme, ka dhe partitë të tjera, është Partia Zotit Ndoka, Partia Zotit Lesi, që kanë pak a shumë të njëjtin thelb elektorati. Jo, ne nuk e konceptojmë garën tonë, garë midis së dy apo tre partive. Kush do të marri demokristian më shumë në partinë e tij? Tashmë ne të tre kemi atë portretin tonë, mund të them unë, përballë elektoratit demokristian, edhe elektorati demokristian është ai i cili do të përzgjedh dhe do të votojë aty ku ai ndjen veten më të përfaqësuar, normalisht edhe aty ku mendon se do të realizohen edhe ato bindje apo ato pjesë të programit demokristian në politikën shqiptare. Mendoj se më tepër lufta jonë politike, po them unë, do të jetë ndaj të metave dhe gabimeve, do të jetë ndaj atyre të cilat nuk janë realizuar brenda një afati kohor prej 8 vitesh të Partisë Demokratike me të cilën ne kemi qenë në aleancë, në zgjedhjet lokale, por njëkohësisht edhe ndaj mjaft fenomeneve apo elementeve të cilët ende vazhdojnë të mbeten edhe brenda majorancës socialiste. Kështu që më tepër nuk jemi të fokusuar për të mbështetur, si të them unë, një nga subjektet e mëdha politike, por më tepër për të pasqyruar programin ton përpara elektoratit shqiptar dhe për t'i premtuar atyre dhe për t'i garantuar që një parti si Aleanca Demokristiane mund të jetë vërtet një parti e cila do të mbështesë shtresat të caktuara të shoqërisë, siç janë ato që unë ju thash, më tepër ne mbështesim shtresat në nevojë, ne përpiqemi që të garantojmë nëpërmjet aksioneve tona politike konsolidimin e një familje, mbasi ato e konsiderojmë mjaft të shenjtë, për të ndihmuar sidomos të rinjt tanë, të cilët janë të shkolluar, kanë ardhur të diplomuar, vazhdojnë të shkollohen dhe të diplomohen, edhe megjithatë nuk është se shohin një perspektivë aq të qartë se ku ata do të vendosen dhe ku ata do të fillojnë të ndërtojnë të ardhmen dhe jetën e tyre. Pra them që ne më tepër do të fokusohemi tek programin elektoral. Për ta thënë edhe për ta detajuar që edhe vetë telespektatori ta kuptoj. Pra ne nuk jemi as për të u përpjekur që të qëndrojë në pushtet Partia Demokratike, se ky është aksioni asaj partie, as për të ardhur dhe opozita në pushtet, se edhe ky është aksioni asaj partie politike. Ky është qëndrimi juaj sepse akoma nuk jeni bërë pjesë e ndonjë aleance të madhe parazgjedhore, sepse zakonisht partitë e mëdha ofrojnë rreth vetes të gjitha partitë e vogla, po themi që kanë interes të bëhen pjesë e një koalicioni të madh parazgjedhor.
A ju është bërë ndonjë ofertë e tillë deri tani? Do të ishit pjesë në njërit prej kampeve? Në rreth të parë njëherë ky është qëndrimi ynë, domethënë është qëndrimi i Aleancës Demokristiane, dhe mendoj se këtë lloj qëndrimi ne do ta mbajmë edhe gjatë fushatës elektorale. Do të rrim larg. Jo, se do të rrim larg. Ne jemi të detyruar që të bëjmë koalicion me njërin nga subjektet e mëdha politike, qoftë me Partinë Demokratike apo me Partinë Socialiste. Është e pashmangshme. Është e pashmangshme, është e domosdoshme, por e kemi diskutuar jo rrallë herë që ne vërtet do të vendosemi në një nga koalicionet ku udhëheqin dy partitë e mëdha. Por kjo nuk është se kjo do t'i sjelli vetëm asaj partie ku ne do vendosemi votat e elektoratit të Aleancës Demokristiane, por në mënyrë absolute ne nuk do të cënojmë programin tonë elektoral. Në qoftë se ne për shembull do të vendosemi pranë një partie të madhe, kjo nuk do të thotë se ne do të flasim dhe do mbështesim atë parti për të ardhur apo për të qëndruar ajo parti në pushtet. Por ne do pasqyrojmë vazhdimisht pjesë të programit të Aleancës Demokristiane. Nuk synojmë që ne, duke ju bashkangjitur një partie të madhe, të përfitojmë prej asaj partie. Nuk kemi kërkuar ndonjëherë që askush nga kandidatët e partisë Aleancës Demokristiane, duke filluar që nga kryetari i saj, të vendoset në listat e Partisë Demokratike apo në listat e Partisë Socialiste. Ne do dalim me listat tona. Ne do të përpiqemi që të punojmë, të luftojmë në këtë fushatë elektorale, që të arrijmë që të kemi kandidat demokristian. Mua nuk më shkon, nuk mundem dot që unë për shembull të jem deputet i listës Partisë Demokratike apo deputet i listës së Partisë Socialiste. Kur je kreu i një partie tjetër, që është Aleanca Demokratike. Pra unë i takoj Aleancës Demokristiane dhe do të ishte në dinjitetin dhe në nderin tim që unë të isha deputet i përfaqësuar drejt për së drejti i Aleancës Demokristiane. Dhe ne kështu do të përpiqemi, kështu do të punojmë. Oferta deri tani nga partitë e mëdha? Unë normalisht jam takuar me kryetarin e Partisë Socialiste, pres që të takohem edhe me kryetarin e Partisë Demokratike, pra jam takuar me zotin Rama, pres të takohem edhe me zotin Berisha, dhe ne do të bashkëbisedojmë se si e shohim këtë mënyrë bashkëpunimi midis së dy subjekteve politike. Cila do të ishte mënyra më e mirë e bashkëpunimit për Aleancën Demokristiane? Mënyra më e mirë mendoj unë që do të ishte që në përfundim të zgjedhjeve, ne do të ishtim, duhet të jemi realisht të përfaqësuar në atë pjesë të pushtetit që i takon dhe aq më tepër propagandon partia Aleanca Demokristiane. Mendoj se më pranë problemeve të rinis, më pranë problemeve të gruas, më pranë problemeve edhe në fushën e kulturës apo edhe në fushën e sportit e ndjen, domethënë, në programin e saj partia që unë drejtoj. Ne nuk synojmë si një subjekt politik, ashtu si dëgjoj për shembull në një nga këto subjektet e tjera të vogla politike, që do të ndryshojnë jetën politike apo qoftë edhe majorancat e këtij apo orientimin qeverisës të kujdo partie që do të jetë nesër. Unë mendoj se është një pretendim më shumë i madh dhe në qoftë se ndonjë prej subjekteve politike, qoftë kjo dhe Aleanca Demokristiane, arrin të ketë një numër deputetësh që të kondicionojë një majorancë qeverisëse, mendoj se nuk është në moralin e subjektit tonë politik që ne të fillojmë dhe të diktojmë tek ajo forcë e madhe që ka marrë një numër aq të madh votash edhe deputetësh në parlamentin shqiptar, me aq pak deputet sa mund të marrë subjekti ynë politik. Mendoj se rasti, domethënë, i LSI-s nuk është një rast i përshëndetur nga ana e Aleancës Demokristiane dhe mendoj që edhe pjesëmarrja, domethënë, e këtij subjekti politik në qeverisjen e vendit nuk është se ishte vetëm për të marrë një pjesë jo të vogël të pushtetit, por njëkohësisht edhe tashti, kur vjen momenti që i gjithë elektorati gjykon për qeverisjen, mendoj se nuk mundet dot të dalin të palagur nga këto 4 vite. Ata që kanë qeverisur kanë përgjegjësi të tyre të ndara sipas peshës që kanë marrë. Zoti Bushati, është e vështirë, edhe këtë e ka treguar edhe koha, të mbijetosh në spektrin politik, aq më tepër në spektrin politik shqiptar, kaq e egër sa është lufta politike në Shqipëri, edhe kaq të padrejta sa që janë rregullat ndonjëherë, të paktën siç shprehen vet ata që janë pjesë e jetës aktive politike, të mbash gjallë një parti të vogël, siç është në rastin konkret
Aleanca Demokristiane. Kemi parë shpesher që partitë vogla mbas tentativash e mbas vështirësisht që ndonjëherë kthehen në pamundësi janë bërë pjesë, janë shkrirë me partitë e mëdha. A është ky një opsion i mundshëm, një variant që mund të ndodhë? Jo. Ndoshta në varësi që do të tregoj 23 qershori për ju? Jo. Jo, mbasi unë jam një ndër themeluesit e Partisë Demokristiane. E kam drejtuar 10 vite këtë parti dhe e kam quar drejt parlamentit edhe drejt ekzekutivit, pra drejt qeverisë. Dhe nuk mendoj se duke qenë tashmë kryetar i Aleancës Demokristiane, mund të ndjehem si i pashpresë që kjo parti të arrijë dhe njëherë në ato nivele kur ishte Partia Demokristiane në kohën që unë e kam drejtuar atë. Mendoj se një alternativ e tillë demokristiane i duhet mjaft vendit tonë, edhe për faktin që ne bëjmë pjesë në një kontinent europian, kemi një orientim drejt Europës perëndimore, ku partitë demokristiane, të cilat emërtohen si parti popullore europiane, po ka dhe një klapa aty të cilën shpesh herë ne e harrojmë ta lexojmë që janë kristian-demokrate, kanë majorancën e Parlamentit Evropian. Dhe Shqipëria me një parti demokristiane, e ka dhe edhe Kosova, madje ata kanë themeluar para nesh një parti demokristiane, mendoj se është e plotësuar përpara Europës edhe përpara atyre të cilët të vëzhgojnë të gjitha ngjarjet politike në Shqipëri. Kështu që mendoj se kemi mundësira që partia të rritet, dhe kemi mundësira që partia të jetë pjesë e parlamentit, madje edhe pjesë e ekzekutivit. Do shpresojmë shumë, zoti Bushati, në fakt ne kemi përfunduar këtu gjithë bisedën për mbrëmjen e sotme dhe ato pak minuta që do të vazhdonim të bisedonim bashkë, kemi të detyruar të shkëputemi e të shkojmë në vendin e ngjarjes rënd që ka ndodhur para pak kohësh, do të shohim bashkë mbase se çfarë ka ndodhur në zonën e Porcelanit, në zonën e quajtur Vari Bamit, është gazetare Klementina Cenkollari. Klementina, përshëndetje. Ne dim paraprakisht një djalë 17 vjeçar ka humbur jetën në një përleshje, po më shumë detaje do të lutesha të na sqaroje nga vendngjarja. Një sherr banal i cili ka nisur le të themi 45 minuta më parë, Jonida i ka kushtuar jetën 17 vjeçari Tërgjer Qprenga. Ne kemi mësuar që në fakt nuk ka pasur grindje të mëparshme mes viktimës Qprenga dhe të plagosurit tjetër Jolando Roko, i cili aktualisht ndodhet në spital në gjendje kritike për jetën. Ngjarja e rëndë ka ndodhur pas shpatullave të mia, do të thoja që është një sherr i cili ka nisur për motive banale, efektivet e policisë ende janë duke hetuar për atë se çfarë mund të ketë nisur, edhe më tej të ketë rezultuar me humbjen e jetës së 17 vjeçarit. Ne kemi pasur mundësi që gjatë këtyre momenteve në pritje për të pasur këtë komunikim, Jonida, të flasim me disa nga banorët e zonës, të cilët na ka konfirmuar që mes Gjergj Shprengës dhe Jolando Rokos nuk ka pasur asnjëherë një konflikt të mëhershëm, pra çfarë e lidh atë me një konflikt të çastit. Mund të them që për shkak të plagëve të rënda, viktima ka humbur jetën menjëherë, pra është një përleshje e cila ka zgjatur për pak minuta dhe ka rezultuar pra me humbjen e jetës në moment të 17 vjeçarit. Në këtë moment mund të them, Jonida, që efektivat e policisë pasi kanë bërë gjitha hetimet dhe kanë marrë në pyetje edhe dëshmimtarë të zonës, janë drejtuar më tej në spital, aty ku do të merret në pyetje edhe personi tjetër i përfshirë në këtë ngjarje, edhe pse do të pritet derisa ai në fakt të rimëkëmët, pasi siç e thash, edhe gjendja e tij shëndetësore është tejet e rëndë. Banorët këtu janë të le të themi të tronditur me atë se çfarë ka ndodhur, ka një vëmendje të madhe të tyre, sigurisht edhe interes, bëhet fjalë për një ngjarje shumë të rëndë, bëhet fjalë për një djalë të ri, 17 vjeçar, i cili ka humbur jetën vetëm pas një konflikti të çastit. Do thoya që nga burimet që kemi pasur dhe nga informacionet që kemi marrë, efektivet e policisë kanë mbërritur menjëherë në vendin e ngjarjes, vetëm pak minuta pasi ka ndodhur e gjithë ngjarja, por gjithsesi ka qenë e pamundur që të shpëtohet jeta e 17 vjeçarit. Klementina, të lutem, nga se ka ardhur vdekja e 17 vjeçarit, tham që janë përleshur me sende të forta, por çfarë konkretisht e identifikojmë dot dhe a jemi këtu në rrugën kryesore të Porcelanit apo brenda lagjeve? Këtu jemi në zonën, në një rrugë dytësore të Porcelanit, eksaktësisht në zonën e Kodrës, pranë Kodrës Priftit, Jonida. Le të themi që nga rruga kryesore në ndajnë afro
200 metra, është një rrugë dyqësore, një lagje gjithsesi me ndriçim, do thoja dhe ku le të themi mundësit për të pasur mundësi për të hikur edhe për të arratisur le të themi në një farë mënyrë për të shpëtuar uniformave blu janë të pakta, pasi më njëherë dalim në rrugë kryesore, siç thash, është një zonë ndriçuar dhe mundësit për të fshehur janë të pakta. Ne kemi mësuar që është goditur me sende të forta, ende mbetet për të konfirmuar nëse është goditur edhe me thik, por me sende të forta le të themi me gur dhe gjithçka tjetër çfarë mund të jetë gjetur pikërisht në këtë zonë ku edhe ka nisur përleshja. Jonida, saktësoj ka ndodhur në afërsi të automjetit që ju shihni, ka ndodhur pikërisht kjo përplasje mes viktimës dhe personit tjetër i përfshirë në këtë ngjarje të rëndë. Më njëherë më pas janë njoftuar uniformat blu, të cilat kanë ardhur dhe më tej pasi kanë marrë trupin e pajet të viktimës, kanë bërë të mundur sigurisht në të njëjtën kohë edhe dërgimin në spital të personit tjetër të plagosur, që siç e thashë dhe ai ndodhet në gjendje kritike për jetën. Mund të them që të dy personat të cilët janë përfshirë në këtë ngjarje janë vendalim, pra janë banorë të hershëm të kësaj zone, njihen me njëri tjetrin dhe siç e thash nuk kanë pasur më herët konflikte të mëparshme, çfarë lidh vetëm me një konflikt të çastit këtë ngjarje të rëndë që i mori jetën 17 vjeçarit. Klementina, faleminderit, besoj ti do të vazhdo të qëndrosh në vend ngjarje apo do të komunikosh edhe me institucionet për të kuptuar më tej shkaqet e vërteta të kësaj ngjarje me të vërtet tragjike. Zoti Bushati, është e vërtet që një 17 vjeçar është shumë e trisht të humbas jetën në një përleshje të tillë kaq rastësore, kaq banale, por gjithsesi kjo ngjarje ka ndodhur vetëm pak minuta më parë, të nderuar televizikues, më shumë detaje sigurisht me kalimin e kohës edhe duke marrë parasysh që edhe policia po punon, do të kenë mundësi të zbardhin pak a shumë kushtet edhe rrethanat e kësaj grindje adoleshentësh që ka përfunduar në mënyrë më tragjike të mundshme. Një djalë 17 vjeçar aktualisht ka humbur jetën, një tjetër ndodhet në spital në gjendje të rëndë. Ne do të shkëputemi këtu. Faleminderit zoti Bushati që ishit pjesë e edicionit qendror të lajmeve. Teleshikuesit mos harrojnë të na ndjekin nëpërmjet faqes sonë të internetit oranews.tv, ku kanë mundësi të informohen live e njëkohësisht të ndjekin transmetimet tona të drejtë për drejta bashkë edhe me informacionet më të fundit. Dhe mos harroni që pas pak minutash në orën 21 ju do t'jeni me kolegun Patrik Sadikaj në one to one në një përballje mbrëmjen e sotme për shëndetësinë. Bashkë rishihemi në orën 23 në natën vonë.